Faleminderit. Atëherë, spari, ne kemi, siç e përmendi dhe Kaja më parë, një plan të dakordsuar me Bashkimin Evropian për të mbyllur negociatat në 2027. Që do të thotë që në momentin që mbyllen negociatat, Komisioni i rekomandon vendeve anëtare antarësimin. Dhe pastaj çdo vend antar merr rekomandimin, ja paraqet parlamentit përkatës dhe të gjithë parlamentet miratojnë antarësimin. Prandaj ajo që ne parashohim është një periudhë 2 vjeçare ratifikimesh për të qenë realist, që konkludon me 2030-ën në tryezën e Bashkimit Evropian. Kështu që plani është krejtësisht i qartë. Natyrisht që pjesa jonë është që të përmbyllim negociatat me sukses deri në fund të 2027-s. Ne jemi shumë të përgatitur për ta bërë këtë dhe po punojmë çdo ditë për këtë. Ambicia është që brenda vitit të hapim të gjithë kapitujt dhe e përsëris kur them ambicia, nuk është ambicia jonë, është pjesë e planit të dakordsuar. Dhe në momentin që të gjitha këto bëhen realitet, nuk ka asnjë pengesë përderisa Bashkimi Evropian e ka hapur derën dhe për herë të parë mendoj unë që prej shumë vitesh kur dera u mbyll pas antarësimit fundit që ishte Kroacia, dera është hapur realisht dhe është konkrete hyrja në Bashkimin Evropian për interesat të përbashkëta, strategjike. Natyrisht që kjo lidhet patjetër me punën tonë dhe puna jonë nuk duhet të ndërpritet asnjë sekond. Kjo është logjika. Pasaporta e BE-s është rrjedhoi e antarësimit. Në momentin që ne antarësohemi në BE, marrim dhe pasaportën e BE-s, që do të thotë nuk është më Republika e Shqipërisë vetëm, por është edhe Bashkimi Evropian në pasaportë me të gjitha ato që rrjedhin nga qenia qytetarë të barabartë të Bashkimit Evropian. Dhe në këtë pikë unë mendoj që ne nuk na ndal askush dhe nuk do na ndal askush, pa diskutim. Unë jam i bindur që në 11 maj ne do të marrim rezultatin e nevojshëm për ta çuar përpara këtë proces pa humbur asnjë minutë përsëris.